Lavdi dhe falënderimesh për Allahun fuqiplot, të cilin ne besojmë se Zoti vetëm që meriton këto lavdata, falënderime dhe adhurime. Salavatet dhe selamet e dërgojmë pejgamberit alayhi salatu wassalam, i cili është i fundit prej pejgamberëve, mëshira e njerëzimit. Këto lutje janë për familjen, shokët dhe gjithë besimtarët që ndjekin rrugën e tij deri në kiamet. Allahu i lartësuar na këshillon në Kur'an me fjalën e tij: O ju besimtar, keni frikë dhe respekt për Zotin, ashtu si e meriton ai, dhe asesi mos vdesni ndryshe vetë se me iman. Të dashur vëllezër besimtar, ja po e shihni se si kalojnë ditët, bashkë me to kalon edhe ymri jon. Pra, sikurse sot ju kujtohet xhumaja para Ramazanit, ku e përmendëm se Allahu xhalleshanu ka thënë ayyaman ma'dudat, janë ditë të numëruara. Subhanallah, ditë të numëruara. Ku tash këto ditë të numëruara i kalum vetëm 2/3 e tyre. I kalum 2/3 e tyre. Kështu të ndërum besimtarë dhe ymri kalon. Edhe me të pyet ai që ka mujt me agjëru dhe s'ka pas probleme, që shariati i arsyeton agjërimin. Po flas për ata që kanë mujt me agjëru. A e ke marrë vesh? A e keni? Çka mbet prej lodhjes të ti, thot kur gjë. Elhamdulillah, agjërova. As vetë se mora vesh. Se di që shkuam ditët. Ibn Xhauzi është një dietar, ka thonë një fjalë. Kur e kanë pyet, cila fjalë ka qenë më e mira që e ke lexuar, ka jetu dikun rreth 90 vjet. Prej dietarëve më shumti që ka shkruar libra, kanë thonë cila fjalë ka më të shumti në mendje gjatë këtyre leximeve. Se ai e ka një fjalë, thotë nuk kam filluar me shkruaj libra, vetë se masi kum lexuar 10.000 libra. 10.000 ka lexuar, masa ne ja ka nis me shkruaj. Edhe gjatë jetës vetë ka shkruar mbi 1.000 libra. Ka thonë fjala që krejt që kjo enciklopedi e dijes ti, ka thonë ka qenë kjo fjalë që më ka met mas, thot, sado që bën harame, sado që bën, ta mërmene që jetu knaq me haram. Shkon knatësia haramit, 5 minuta, 10 minuta, ke boni haram. Shkon knatësia, mbetet, knatësia qastit, mbetet mëkati i përjetshëm. Çaj haram, ka me të një këta jetën, në dunia dhe në akhirat. Ki me vujt, ama në xhenem me vunë për gjithmonë. Edhe kum lexu dhe të kundërtën. Ibadetet, sado që dukon të lodhshme, të zërshme, kur të kryhen, harrohen si lodhja, fjala, harrohen si lodhja. E mbetet mas vetë se vape. I përjetshëm. Ka xheru një ditë, ka xheru një muj. Je lodh, shkoj Ramazani. A man men lodhjen e vitit kalum? Nuk e man men. Si kujtim po, si ndjen trupore nuk e man men. Si pasoj nuk e man men. Kusht ka met për Ramazanit kalum? Se vape. A sosët aj? A të humbaj? Kur jo? A shpërblesh për ta? Përjetësisht. Prandaj na kurajërojmë prej vërejtjeve më të mëdha që tek disa jo musliman që ata kanë një mëshirë në thojza për neve, ma shumë se sa Zoti i mëshirës. Prej emrave të Allahu xhaleshanu është Ar-Rahman Ar-Rahim, i gjithë mëshirshëm, i mëshirploti, mëshirë veçanti, i gjithë mëshirshëm këtë botë për të gjithë krijesat, muslimane jo musliman. Në botën tjetër ekstra vetëm për ata të cilët janë nënshtruar Allahut Ar-Rahim. Ata kur na mëshirojnë neve, pretendojnë se na gjuna, jemi të agjëru. Edhe pretendojnë se na jemi të lodha dhe na s'po kem çare pa agjëru. Për çka gjuna për neve? Po të vjen. Për çka po të vjen gjuna për neve? Neve po na vjen gjuna për ty. E kundërta është, o insan, kuptoje në çfarë gabimi ke ra. E ke prun trunin tënd që me menu se ai i cili kryen ibadete është gjuna. Ai i cili kryen urdhën e Zotit është tu hek tu vujt. Kurse ky i cili është jashtë urdhnave të Allahut, ky mirë është. Ky sa tu vujt, kjo tu gnash. Jo, pse e ke perceptuar kështu situatën? Pse neve na dhimë është ti që s'po agjëron? O fjala për ata që ka mundësi, gjithmonë, mos të keq kuptuam. Neve na dhimë është ti i cili pe kundërshton urdhën e Allahut pa arsye. Na s'kemi nevojë për mëshirën tënde. Kur ti na mëshiron neve, edhe na dhimë me ty edhe na kthyer me syrin e rahmetit. Jo, s'kemi nevojë me na kthyer me syrin e rahmetit. Neve nuk na ka shti kërkosh me agjëru me zar. Na përpik çevet jemi të agjëru. Na nga dashnia që e kemi për Allahun jemi të agjëru. Nga respekti që e kem për urnat e Zotit na jem të agjëru.
S'ki nevojë ti me pas mëshirë, sepse mëshirë ka për neve Allahu. Ai i cili na ka kriju, na ka obliguar xherimin. Edhe ai e din, a kemi na mundësi apo nuk kemi. Ai e din, a na bën dëm neva, nuk na bën. Prandaj kuptojeni sakt qartë se neve nuk na ka shti kërkush ma xheru me zar. Na nga dashnia e madhe për Zotin që e kem, nga respekti për Allahun që e kem, na e dojmë ma shumë Zotin se sa shnetën tonë, na dojmë ma shumë Zotin se sa vetën tonë, na i kryjmë urnat e Zotit ma shumë se sa qefët, epshet, konjtjet tona. Dhe e dim se, kur japim Zotit përparësi, na veç hajrin kemi mja pa dhe në vetën tonë. Tu i dhonë Zotit përparësi, tu e kryja xherimin, nuk kanë që kena me dëmtu trupin. Jo, përmendën një dëm të agjerimit, përmendën një. Në kushte normale, asë një. A i cili mund me pas dëm, Allahu ka liru. Pse me pas rahmet dikush tjetër për neve? Pse me në këshur me syrin ati që ne jemi kinse që gjunat, është Ramazan të gjunat. Jo mërë? Ti respektoj agjerimin mës ha dhe mës pi hatri Allahut, nëse si jetu agjeru, mës ha dhe mës pi për agjeruzve. Respektoj Zotin bile qaq, ama mës me nëse hamin edhe pin para meje, unë ta marrë lakmin, vallahi nuk ta marrë lakmin. Bile për kundrazim dhimësh, edhe kam rahmet për ty, pse ti o robi Zotit, pse s'po agjeran kur ki mundësi me agjeru. Pastaj, tjetra të dashur vëllezër, mos ja marrni lakmi atij i cili është jashtë rrugës Allahut. Ai i cili nuk është besimtar. Na shohim një foret killaft që e përmenin disa njerëz që për fat keq, edhe disa besimtar. Por unë e kuptoj dhe arsyetoj se nuk e kanë me qëllim të keq, por se rrethonat njeriu ka nuk e di se çka po flet. Kinse një musliman e ka pa një dikon tjetër të pi ujin në pikë të Ramazanit. Ej Ramazan, tha unë tha si jam musliman jam kështu. Ai lume ti. Qysh më pëthu këtë fjalë? Ti as për ajgarën nuk dush me menu se ai që sën të agjeru. Edhe sa musliman lumi ai çmar. Ti zguxon me menu këtë. Ti zguxon me besu, ti zguxon me shku menja se lumi dikush që sën të agjeru. S'ka lum për atë i cili është jashtë rrugës Allahit. S'ka lum për atë i cili nuk ka thonë la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Zguxon me marr ti lakmia se dhe tu kallzu fore, tu kallzu tu bë ajgare me këtë sene. Se nuk bëhet ajgare me dinin e Zotit. E di se inshallah nuk e ka në jetën e keq. Po deri që aty dush me pas kujdes dhe dush me pas zili për dinin tënë që t'jas për ajgare mos me marr lakmi dikuj që është të kundërshtuar në Zotit. Ja po shkojnë ditët. Ja kanë me të dhe 9 ditë, 8 ditë në varët, 29-30 sa i ka Ramazani. Shkoj. Çka po mbetet? Mbetet se vapi Ibn Xhauziu që ka thonë, që kjo lodhje u harru. Përmendni lodhet e 21 ditëve ose 20 ditëve. Shkun. Prandaj e para, këshilla që kësaj xhumaje. S'ka nevojë kërkush me na këshur neve me syrin e mëshirës, me mendu që na gjuna që pa xherojmë. Na jemi krenar pse xherojmë. Na kemi zgjedh vetë me dëshirën tonë me xheru. Na kemi zgjedh me qefin tonë më të madh, me vetdijen tonë më të madh dhe me imanin më të madh që Allahut më i rar. Në ibadet, do të thonë mi bëj ibadet Zotit me kryqë të urdhën Zotit, sikur se i kryjmë urna të tjera. Ne jemi shumë mirë, nuk kemi ligështu as kur gjë. Ne jemi një gjenerat që i pasojmë gjeneratat të cilët kur i kujtojmë ata burra, neve na duket agjerimi shumë i lehtë dhe shumë marrë na vjen me bomanku. Sepse na kemi gjeneratat të cilët në Ramazan kanë bërë çlirimet më të mëdha në histori. Kanë luftuar sahabët e pejgamberit alayhis salatu wasalam agjerushëm. Gjyshët e stërgjysht tanë ose gjyshët edhe stërgjyshet tona kanë korë dhe kanë kosit në Ramazan. Na pastaj ti me pas rahmet për neve, me thonë gjuna këta po pa agjerojnë në temperaturat në alta për çka? Të partë tonë kanë luftu. Ata mas tyne kanë kosit edhe se kanë prish Ramazanin. Ju e dini shembullin kur e kena përmend. Po mbjerë që disarë. Që një plak, mu më ka thonë direkt, kur të një që e kumë prish Ramazanin, hajde të shpija për krysh nash me pasë se veç kumë dek, se pa dek, shpirt jam nuk e prish Ramazanin. Na normali kemi ato dispozitat se nëse i rrezikot jeta besimtari duhet me prish, nëse mjeku e vërtetan se duhet me prish agjerimin, sheriati ja lejon një gjatë tillë, po na po flasim për një kategori të bindjes që e ka pas një plak i asaj kohe. Edhe pse ka pas nevojë për përmirësim në aspektin e dispozitave, kjo bindje. Mirë po, me mendu se dikush ka rahmet për neve, për njerëzve, më shumë se sa që ka Zoti
Kjo gabim, mos e lejoni me mendu dikush edhe me i dhanë me kuptu se ti je si gjëna që pa agjërash, jo mërë ti je krenar. Edhe mos gabani mendja juj me mendu se dikush a ma mirë atje që sot të agjëru se sa ti që je të agjëru. Edhe e fundit, gjithmonë kujteje se ka marrë një ditë kur ty ka me të banë që këj ibadet dobi, kursa ti tjetërit nuk ka mi banë ajo shqim që e kalon Ramazanin ose e kalon adhurimet pa pas drejt Milan. Ti je gjithmonë krenar, ti je gjithmonë fitimtar, ti je gjithmonë ai që të tjerët kanë me të marrë lakmi. Sikur Allahu Gjalleshan dhe ta kishë lanë veç një sekuencë të xhehenemit në këtë botë. Sikur ta kishë lanë veç një sekuencë të xhenetit në këtë botë. Por kjo nuk vlen. Pra shu se Zoti ka dashur ashtu nga se i ka thonë pejgamberit alayhi salatu wassalam veç një kalaveshë rrushit me dalë në këtë botë nga aroma që do t'ja nin njerëzit, do të prishë dunjaja dhe çka kanë ta, se njerëzit s'kishin me punu për dunja, nga era mirë që janin për që ati rushit, duke dash me punu me shku sa ma shpet në xhenet. Pashtu Gjibrilin alayhi salam kur e ka qu Allahu Gjalleshanuhu në xhenet, me pa xhenetin, pastaj në xhehenem i ka thonë qyshe pa e xhenetin, thot ja Allah, qa që mirë sa me ba, veç kur të ninë musliman për ta, kanë me punu e kanë më mundu për ta, s'kan me lonë sen pa ba prej veprave të mira, veç me mri qëtu. E kër e qenë xhehenem, tha këshyre, tha ja Rabbi, nuk ka njeri që ka me ni për këtë xhehenem, e që s'ka me ba sen prej veprave të mira, veç më rujt për këti xhehenemi edhe ka më munu më largu gjithë qysh prej veprave të këqia, veç me shpëtu prap prej këti. Po ashtu merret në ditë kiametit. Personi, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, i cili ka qenë më i sprovuar në botë, në të gjitha kohrat, jo me një kohë, në të gjitha kohrat. Më i sprovumi, më me telashe, edhe veç Allahu Gjalleshanu një herë shtin xhenet. Sikur kur e merr një lugë dhe shtin diku në ujë, klum edhe nxerr. I thot para të gjitha krijesave, o robi jam, a ke pa në herë vështirësi? A mash me në vështirësi në dunja që e ke pas? Thot ja Allah, kur? Vesh të mira kum pa, vesh kënaqësi kum pa, nga se çaj çasti i xhenetit dhe të mirat ati çasti e bëjnë me harru çdo vështirësi, edhe pse i ka pas të gjitha vështirësitë e botës në këtë dunja. Prandaj, sado që ju do këtë ky agjërim me peripeci dhe vështirësi, kujtej çdo momente që ka marrë koha edhe pse s'ki sekuencë në këtë botë, ki të shkruar në libra se si është e mira e xhenetit edhe si janë vështirësitë e xhehenamit. Kjo le të forcoj ty me bindjen Allahun azza wa jalla. O Zot, na fal na përmirëso. Na forco bindjen se ibadetet tua nuk janë fatkeqësi për neve, por përkundrazi janë krenari. Na mundso o Zot që neve të ndjehemi krenar me ibadetet që i kryjm e të mos i marrim kur lakmi atij i cili është larg edhe jashtë rrugës tënde. Ya Arhamar Rahimin. Amin. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.